Miq, do të flasim për protestën që po zhvillohet në Tiranë, vazhdojnë revolta në shesh përpara kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit, tashmë jo vetëm për projektin e Zvërnesit, por edhe për probleme të tjera, duke u kthyer në një fushatë me fill politike, po mbetet për të parë nëse do kapitalizohet në vijim në një formë apo në një tjetër, ose siç janë shprehur disa prej organizatorëve, mund të themi edhe ndoshta në një forcë politike. Për të gjitha këto çështje ne do të trajtojmë bisedën e radhës pra në këtë episod, do të flasim me kolonelin Hajro Limaj, të nderuarin të cilin e kam të ftuar. Zoti Limaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Limaj, për ta nisur të shpreh gjitha falënderimet dhe mirënjohjen edhe në emër të komentuesve pas bisedës së fundit, të cilët kanë qenë të shumtë, që ju shprehen përgëzimet për fjalët tuaja, për inkurajimin dhe për mbështetjen. Zoti Limaj, ju keni votuar edhe librin tuaj të fundit, por keni edhe zhvillime të tjera për sa i përket edhe dëgimit të çështjes, duke i kërkuar pra edhe drejtësinë që të përfshihet në rastin e Zvërnesit për menaxhimin e pasurive publike. Po. Qëllimi i krizës politike që ka krijuar Rama në Shqipëri vërtetoi përfundimisht që kemi të bëjmë me një strategji të tradhtisë kombëtare dhe jo të gabimeve rastësore të Edi Ramës. Qëllimi i përplasjeve nga bija dhe bijtë e Shqipërisë jashtë partive të PS-së dhe PD-s, strukturat e të cilat janë kthyer në organizata të krimit politik dhe ekonomik, të cilat për 35 vjet e fundosën Shqipërinë, po shoqërohen në mënyrë masive nga popullsia shqiptare në Amerikë, Gjermani, Itali, Zvicër dhe Australi. Të shoqëruara me shumë botime në shtypin e huaj, u trajtojnë me këtë dramë shqiptare ca tradhtie Rama, Berisha Rama. Këtu nuk është problemi individësh, po këta e dy individ krijuan këtë sistem antidemokratik, antiligjor, antishqiptar, antikombëtar, që Shqipëria është në pikën më kritike të ekzistencës së saj, se nëse Berisha në 97 bëri dramën e luftës civile, Edi Rama bëri dramën e shkeljes të sovranitetit kombëtar, duke dhënë hapësirat e ishujve, Bregdetit dhe gjithë porteve të Shqipërisë, mafjas shqiptare dhe mafjas botërore. Po të shikoni me vëmendje materialet që botohen ditët e fundit, tregojnë marrëveshjet offshore që janë emra falso fillestar dhe mbrapa fshihet mafja e të gjithë botës në krye. Dhe sot zonja Ivanka nga Amerika nuk më duhet i fare Ivanka Trapi, më duhet a dheu mua, a dheu vetë për Sazani si pronë e saj. Edira, Spaku t'i kemë kërkuar urgjentisht të marrëveshje që ka bërë. Në qoftë se Spaku ka marrëveshje shitje, Edi Rama do të arrestohet urgjentisht, sepse Ilir Meta dhe kryetari i Bashkisë Tiranës kanë bërë shumë, por në qoftë se ky ka shitur sovranitetin kombëtar, është për të avarë në mes Tiranës për tradhtarin më të madh të kombit.